Qa po shohin këta këtu brenda që i shkakton kaq problem? Nuk e thanë në mënyrë problemi. Thjesht e thanë që mund të jetë një pëlqim dhe unë thash jo, sepse unë e kam sqaruar. Në momentin që ju të dy mua më thoni jo, that's what matters. Yes, idiot. That's it. Mund të mendojnë çfarë të duan? Po. A më ndikon kjo mua? Jo. Sepse kur unë flas me ju dhe ju thoni jo, that's what matters. Dhe kë muhabet s'ka pse të bëhet tani, kur ne këtë muhabet e kemi bërë një javë më parë. Prandaj dhe unë reagova si që reagova në prajmë. Ishte pjesa që dhe më thëmë pse reagove aqashpër. Këtu e kishin iden pse e folëm atë situatë. Edhe kanë drejtë, s'kisha nevojë të reagoja aqashpër, nuk kemi bërë njërë muhabet pëlqimesh, as kemi ardhur njërë ke njëri tjetri. Prandaj unë kam këtë mendim dhe këtë pozicionim që kam, sepse unë e di qa po bëj dhe e di qa miqësie po kryoj me ju këtu. Unë nuk e marrë fare afër zemrës në atë lloj perspektive, po ishte dhe pjesa që reagova shumë ashpër. Dhe mund të kisha reaguar shumë më qetë. Thjesht unë e mora personale. Nuk është që e mora personale në atë lloj mënyre që e mora afër zemrës, thjesht ishte fakti që ne kemi sqaruar këtë muhabet. Unë kam një javë që thirrem lloj epitetesh këtu brenda. Ishte fakti që ty do vuni një epitet që dhe pëlqim të ketë secili këtu për ty, ai epitet ty nuk të takon. Sepse asnjë njeri këtu brenda nuk ka bërë ndaj teje asnjë xhest që ty të cënon, apo ti të kesh bërë diçka ndaj secilit njeri këtu brenda që ty të bën një njeri që po provokon pëlqimin e dikujt e të tjerë. Kjo është përshërsia përballë teje. Që ti pa bërë asë një loj gjesti, se njerëzit mund të të pëlqenë më, dhe s'ka asë gjë të keqër, gjë më normale në botë, pëlqenë, nuk ndodha asë gjë, buenas noches. Po fakti që këta njerëz vinë këtu, si punë e kësaj që vrapon në për shtëpi dhe supozojnë, gjëra që nuk i kam parë, gjëra që unë nuk i kam bërë, mua më ngren nervat, a kupton? Kjo është. Pikërisht dhe unë pata, prandaj pata të lloj reagimi, sepse unë në momentin që kam sqaruar